Përshëndetje nga Selaniku, jam me Kastriot Berishën nga Thethi, i cili jeton këtu në Selanik prej 33 vitesh. Bashkë me vëllezërit e tij, në fakt ka një investim shumë bukur në Theth, një hotel shumë i frekuentuar. Kastrioti, si shumë shqiptarë të tjerë, preferuan që të mos regjistrohen si votues nga jashtë, sepse më 9 maj, ditën e Europës, ai do të udhtoj për në Theth dhe në 11 maj do të votoj për Shqipërinë Europiane në qendër votimit në Theth. Kastriot. Po, kam një thirrje për gjithë bashkëpunëtorët e mi që ndodhen në Greqi, edhe jo vetëm, po kudo. Numrin 5 me datë 11, të gjithë bashkëpunëtorët bashkë, mos lëm asnjë votë shkoj kot, edhe ta çojmë me Tiranën aty ku duhet, ku është sot kryeministër Shqipërinë në Bashkimin Evropian. E pra, duhet keni gjithë merak që ata që nuk janë regjistruar të premten më 9 maj, të shtunën më 10 maj, të nisemi për Shqipëri dhe t'i japim Partisë Socialiste dhe Edi Ramës një mandat shumë më të fortë se 3 mandatet që kemi pasur deri tani, duke votuar numrin 5. Pa diskutim. Numri 5, po.